Përshëndetje, nga edicioni informativ I orës 19:30 në Alt TV Canada. Unë jam Jon Çeku. Shumica e kanadezëve planifikojnë të ulin shpenzimet e festave për shkak të kostos së lartë të jetesës dhe pasigurisë financiare. Rritja e kostos së jetesës pritet të ndikojë negativisht tek shpenzimet e festave këtë vit. Një sondazh I ri nga firma Harris and Partners tregon se shumica e të anketuarve po përgatiten për një krishtlindje më modeste. Pothuajse 72% e 1820 kanadezëve të pyetur thonë se këtë vit do të shkurtojnë në shpenzimet për krishtlindje. Rreth 62% të shtojnë se nuk ndihen të përgatitur financiarisht për festat dhe 53% kanë ankth për përballimin e tyre. Joshua Harris, drejtues I firmës që qëndron pas sondazhit, thotë se shifrat tregojnë se kanadezët kanë më pak fleksibilitet financiar ndërsa përballen me koston më të lartë të jetesës. Ai thotë se kanadezët nuk po shmangin shpenzimet sepse nuk duan, por sepse thjesht nuk kanë hapësirë në buxhetin e tyre për të vënë para më njanë për festat. Ulja e emigracionit të përkohshëm pritet të ngadalsojë rritjen ekonomike të Kanadas për shkak të mungesës së punëtorëve dhe rënies së investimeve në banim. Angazhimi I liberalëve për të kufizuar nivelet e emigracionit gjatë viteve të ardhshme do të ndikojë negativisht në rritjen ekonomike të Kanadas. Buxheti federal I paraqitur javën e kaluar riafirmoi objektivin e mëparshëm për të ulur përqindjen e banorëve të përkohshëm në Kanada në 5% të popullsisë totale, por e shtyu afatin kohor të këtij qëllimi deri në vitin 2027. Stephen Brown nga Capital Economics thotë se ulja e punëtorëve të përkohshëm dhe studentëve mund ta çojë popullsinë e Kanadas, që të mbetet pothuajse në vend gjatë 2 viteve të ardhshme. Ai thotë se kjo ka të ngjarë të frenojë rritjen me më pak punëtorë të rinj dhe me një problem të kahershëm të produktivitetit. Propozimet e buxhetit që do të shojnë numrin e lejeve për studime ndërkombëtare të përgjysmuar gjatë viteve të ardhshme, gjithashtu do të dekurajojë zhvilluesit të ndërtojnë apartamente të reja me qira që u shërbejnë kryesisht studentëve dhe punëtorëve të sapo ardhur. Brown thotë se sinjalet se Ottawa është e gatshme të mbështesë ndërtimin e banesave me qira, mund të zbusin goditjen ndaj investimeve në banim përballë ngadalësimit të rritjes së popullsisë. Rreshtet e dendura të dëborës në Quebec shkaktuan ndërprerje masive të energjisë elektrike dhe mbyllje shkollash, ndërsa ekipet e Hydro-Quebec po punojnë për rikthimin e furnizimit. Qindra mijëra familje mbetën pa energji elektrike gjatë të gjithë ditës së martë në të gjithë provincën e Quebec, pasi nata e parë me rreshje të pandërprera dëbore solli deri në 35 cm dëbor në disa zona të provincës. Hydro-Quebec tha se bora, e kombinuar me peshën e gjetheve të lagura, shkaktoi thyrjen e disa degëve të pemëve të cilat ranë mbi rrjetin elektrik. Kompania publike tha se ka dërguar ekipe në terren për të rikthyer energjinë sa më shpejt të jetë mundur. Disa borde arsimore njoftuan mbylljen e shkollave veçanërisht në Quebecun qendror, Montreal dhe South Shore. Disa borde dhe qendra shërbimesh arsimore, përfshirë Sir Wilfrid Laurier School Board dhe Riverside School Board, u detyruan të mbyllnin disa shkolla për shkak të mungesës së energjisë. Deri në orën 17 mbi 195.000 klientë të Hydro-Quebec mbeteshin ende pa energji elektrike. Sasia më e madhe e rreshjeve u regjistruar në zonën e qytetit të Quebec dhe në Côte Nord. Në Montreal rreth 20 cm dëbor mbuluan qendrën e qytetit sipas Environment Canada. Maxime Deschamais, meteorologe në agjensinë e motit, tha se sasia e dëborës që ra në pjesën jugore të Quebecut ishte disi e papritur, pasi kishte më shumë lagështi në ajër se sa ishte parashikuar. Paga minimale në Ontario mbetet gati $10 nën pagesën e jetesës normale, ndërsa rritja e qerave po e thellon gjithnjë e më shumë këtë hendek ekonomik. Një raport I publikuar së fundmi tregon se ekziston një diferencë prej gati $10 midis pagës minimale në Ontario dhe pagës orare që punëtorët duhet të fitojnë për të jetuar normalisht në zonën e madhe të Torontos. Në 1 tetor paga minimale provinciale u rrit me 40 cent, duke arritur në $17.60 në orë, çka përfaqëson normën e dytë më të lartë provinciale në Kanada. Provinca e British Columbia mban vendin e parë me $17.85 në orë. Megjithatë, kjo rritje mbetet shumë e ulët se shifra në Ontario Living Wage Network thotë se është e nevojshme për një punëtor me orar të plotë
që të jetojë normalisht në GTA, e cila është $27.20 në orë, një diferencë prej $9.60 nga paga aktuale provinciale. Për të llogaritur pagën e jetesës, Ontario Living Wage Network merr parasysh shpenzimet e jetesës në 10 rajonet e provincës për 3 lloje familjesh, një të rritur të vetëm, një prind të vetëm dhe 2 të rritur që mbajnë 2 fëmijë të vegjël. Në llogaritje përfshihen ushqimi, strehimi, kujdesi për fëmijët, transporti dhe kostot e kohës së lirë, si dhe tatimet, përfitimet dhe transfertat qeveritare, ndërsa kursimet nuk përfshihen. Craig Pickthorne, drejtori i komunikimit i Ontario Living Wage Network, tha se kush nuk punon në pagë minimale do të ketë një mungesë prej $336 në javë. Ai shtoi se për shkak të hendekut midis pagës së jetesës dhe pagës minimale, diferenca po zgjerohet çdo vit. Llogaritja e vitit kaluar për GTA-n e vendosin pagën e jetesës në $26 në orë, që tregon një rritje prej 4.6% për vitin 2025. Qeveria italiane dhe ajo shqiptare do të takojnë të njëjtën në Rom për të diskutuar çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me mbrojtjen, industrinë dhe ekonominë. Kryeministri Edi Rama dhe kryeministria Giorgia Meloni do të marrin pjesë të njëjtën në Rom në samitin Itali-Shqipëri dhe për herë të parë qeveritë e dy vendeve fqinje do të mblidhen së bashku. Temat kryesore që do të diskutojnë janë mbrojtja, industria dhe emigracioni. Ky samit vjen në një moment të rëndësishëm për integrimin evropian. Tirana është në listën e pritjes për antarësim në BE dhe po bën hapa të rëndësishme për të mbushur bashkëllëqet strukturore. Mbledhja ndërqeveritare do të jap mundësi dy kabineteve të shqyrtojnë bashkëpunimin dypalësh dhe të dakordsohen për iniciativa të mëtejshme që synojnë forcimin e partneritetit strategjik midis Romës dhe Tiranës. Dy vende do të fokusohen në sektor kyç, si mbrojtja dhe siguria, energjia, emigracioni, mbrojtja civile, shëndetësia, mjedisi, zhvillimi ekonomik dhe infrastrukturor. Në sektorin e mbrojtjes, Italia do të ofrojë pajisje dhe teknologji, ndërsa infrastruktura detare do të vendoset në Shqipëri për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e anijeve. Shqipëria dhe Italia po punojnë në sektorin e energjisë për zgjerimin e bashkëpunimit bazuar në marrëveshjen trepalshe midis Italisë, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Shqipërisë, të nënshkruar në 15 janar 2025 në Abu Dhabi. Marrëveshja parashikon prodhimin e energjisë së rinovueshme në Shqipëri dhe një ndërlidhje nëndetëse që lidh Italinë dhe Shqipërinë. Erion Veliaj i ka kërkuar SPAK-ut dhe Drejtorisë së Burgjeve leje për të takuar delegacionin e Këshillit të Evropës, me qëllim sqarimin e situatës së tij ligjore dhe respektimin e të drejtave si kryebashkiak në ndalim. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është drejtuar zyrtarisht të SPAK-ut dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve me një kërkesë për zhvillimin e një takimi zyrtar me përfaqësuesit e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës gjatë vizitës së tyre në Shqipëri nga 17 deri në 19 nëntor 2025. Në kërkesë, Veliaj sqaron se vizita e delegacionit bëhet në kuadër të misionit të monitorimit të Kongresit, që synon të vlerësoj respektimin e parimeve të demokracisë vendore dhe qeverisjes së mirë në vendet anëtare të Këshillit të Evropës. Ai kërkon që përfaqësuesve të Kongresit t'u lejohet takimi me të në ambientet e burgut të Durrësit, ku ndodhet aktualisht, për të siguruar transparencë dhe informim të drejtë mbi situatën e tij ligjore dhe institucionale. Veliaj thekson se takimi do të ndihmonte në sqarimin e respektimit të drejtave të tij si person i ndaluar dhe si funksionar publik, në përputhje me nenet 6 dhe 8 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, të cilat garantojnë të drejtën për komunikim dhe përfaqësim. Ai shton se synimi i këtij takimi është sigurimi i transparencës, i një komunikimi të drejtë për drejtë dhe informimit të saktë mbi gjendjen e tij ligjore dhe institucionale, duke kërkuar miratimin e kërkesës dhe garantimin e kushteve për zhvillimin e takimit gjatë vizitës së delegacionit. Opozita njoftoi sot nisjen e protestave përpara kryeministrisë, pas asaj që e quan farsa e zgjedhjeve të 11 majit. Vendimi i Partisë Demokratike ka ardhur pas përplasjeve në Kuvend, ku shumica ka kaluar disa projekt ligje pa debat. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka njoftuar nisjen e protestave nga e hëna e ardhshme. Ai bëri të ditur se në ditën kur do të zhvillohet seanca e Kuvendit, deputetët e PD-s dhe qytetarët do të mblidhen për të protestuar përpara kryeministrisë.
Berisha shtoi se dita e hënë do të shënoj fillimin e parlamentit të qytetarëve dhe deputetëve përpara kryeministrisë. Ai theksoi se PD po ndërmerr një fazë të re veprimi që përfshin një analizë të plotë të gjendjes në vend, të situatës politike dhe të procesit zgjedhor. Sipas tij, ndaj regjimit autoritar të Edi Ramës dhe narkoshtetit të tij, ekziston vetëm një rrugë, ajo e protestës së pandërprerë. Ditën kur është parashikuar dhe protesta e parë e demokratëve para kryeministrisë, në fakt Sali Berisha nuk mund të jetë i pranishëm në kuvend, pasi deputetët socialistë kanë përjashtuar atë për 10 ditë për shkak të fjalëve fyese dhe denigruese që ka përdorur ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Prokuroria e posaçme e Kosovës akuzon ministrin e Industrisë, Rozeta Hajdari dhe 2 zyrtarë të tjerë për keq përdorim të rezervave shtetërore dhe dëm të buxhetit të Kosovës, ndërsa një person akuzohet për ndihmë në këtë veprim. Prokuroria Speciale e Kosovës ka dorëzuar të martën në gjykatën themelore një akt akuzë ndaj ministres në detyrë të Industrisë, Dorëmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari dhe 2 zyrtarëve të tjerë për keq përdorimin e dyshuar të rezervave shtetërore. Prokuroria dyshon se Hajdari dhe 2 shtetasit e tjerë kanë keq përdorur detyra zyrtare për të përfituar pasuri për persona të tjerë dhe i kanë shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës gjatë muajve shkurt dhe mars 2022. Buxheti i shtetit ka pësuar një dëm prej rreth 3 milion euro nga veprimet e tyre. Të 3 akuzohen për kryerjen e veprave penale, keq përdorimi i pozitës apo autoriteti zyrtar dhe zbulimi i fshehtësisë zyrtare, ndërsa një tjetër person akuzohet për ndihmë në kryerjen e keq përdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Ministria Hajdari tha se do të flasë publikisht apo të ketë marrë akuzën e prokurorisë. Ajo tha se ishte marrë disa herë në pyetje nga Prokuroria Speciale si e dyshuar për keq përdorimin e rezervave shtetërore. Si dëshmitar për këtë rast është thirrur dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, por deri më tani nuk ka pranuar të shkojë në Prokurorinë Speciale, duke ngulur këmbë të japë dëshminë në kryeministri. Aleatët e Keir Starmer në Britaninë e Madhe paralajmërojnë për një komplot të brendshëm në Partinë Laboriste, që mund të sfidojë leadershipin e tij menjëherë pas miratimit të buxhetit. Aleatët e kryeministrit britanik Sir Keir Starmer po bëjnë të qartë se ai nuk ka ndërmend të tërhiqet përballë ndonjë sfide të mundshme ndaj udhëheqjes së tij nga deputetët e Partisë Laboriste. Besnikët e tij janë të shqetësuar se posti i Starmer si kryeministër dhe lider partie mund të vihet në rrezik menjëherë pas miratimit të buxhetit pas 2 javësh. Kritikët e qeverisë shohin këtë situatë si shenjë të izolimit të plotë të Downing Street, duke thënë se mbyllja hermetike e ekipit qeveritar po e pengon daljen nga kriza aktuale. Burimet e afërta me Starmer paralajmërojnë për një komplot të brendshëm për ta zëvendësuar atë, ndërsa si pasues të mundshëm përmenden disa figura të njohura të kabinetit të tij, sekretari i shëndetësisë Wes Streeting, sekretari e brendshme Shavana Mahmud, sekretari i energjisë Ed Miliband dhe i sekretari e transportit Louis Hage. Sipas disa deputetëve laborist, megjithëse zgjedhjet rajonale në Skoci, Wales dhe Angli në maj pritet të jenë në test vendimtar për qeverinë, një sfidë për leadershipin e Starmer mund të ndodhë shumë më herët sapo të përfundojë miratimi i buxhetit. Sondazhet e fundit tregojnë se Sir Keir është jashtëzakonisht jo popullor, ndoshta edhe kryeministri më jo popullor në historinë moderne të Britanisë, ndërsa mbështetja për Partinë Laboriste ka rënë rreth 1/5 e elektoratit. Venezuela ka urdhëruar mobilizim ushtarak të gjerë në përgjigje të pranisë së shtuar të forcave amerikane në Karaibe, duke ngritur tensionet mes 2 vendeve. Venezuela ka shpallur një mobilizim masiv të forcave të saj ushtarake në tokë, det dhe ajër, në përgjigje të grumbullimit të anijeve luftarake dhe trupave amerikane në detin e Karaibeve. Ministri i Mbrojtjes Vladimir Padrino Lopez tha se stërvitjet të cilat do të zgjasin deri të mërkurën përfshin edhe rezervistët dhe milicinë bolivariane, një forcë civile e krijuar nga ish presidenti Hugo Chavez. Sipas Padrinos, urdhri për mobilizimin është dhënë drejt për drejt nga presidenti Nicolas Maduro për të forcuar mbrojtjen kombëtare dhe për të përballuar kërcënimin imperialist të Shteteve të Bashkuara. Ai theksoi se synimi është përmirësimi i komandës, kontrollit dhe komunikimit mes njësive ushtarake. Ky vendim i Venezuelës vjen pas zhvendosjes së aeroplan mbajtëses amerikane USS Gerald Ford në rajonin e Karaibeve,
Në kuadër të operacioneve të komandës jugore të SBA-s, grupi i goditës që shoqëron Fordin përfshin 9 skuadrona ajrore, 2 shkatërues të klasit Air Lake Burke dhe anijen komanduese USS Winston Churchill dhe më shumë se 4.000 marinar në bord. Sipas SBA-ve, ky grumbullim forcash synon luftimin e trafikut të drogës dhe parandalimin e rrjedhjes së saj drejt territorit amerikan. Gjatë javëve të fundit, anijet amerikane kanë kryer disa operacione kundrejt mjeteve të dyshuara për trafik droge. Megjithatë, Caracasi zyrtar beson se qëllimi real i SBA-ve është detyrimi i një ndryshimi regjimi. Disa zyrtarë të administratës Trump kanë pranuar privatisht se strategjia e tyre synon rrëzimin e presidentit Maduro. Këto ishin lajmet e orës 19:30. Nga Union Cheku, natën e mirë.